Menjëherë pas arrestimit të 4 personave dhe shpalljes në kërkim të një tjetri me akuzën se kanë abuzuar me fondet e destinuara për ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit të Kukësit, ka reaguar kryebashkiaku i Kukësit Hasan Alilaj. Në një dalje për mediat ai deklaroi se më në fund institucionet përgjegjëse kanë dëgjuar zërin e qytetarëve, por edhe vetë Bashkisë Kukës që kanë kërkuar zgjidhjen e këtij problemi kaq të madh. Alilaj ka shtuar se prokuroria ka bërë një punë serioze, ndërkohë që qeveria duhet patjetër ta zgjidhë të problem përmes ripunimit të projektit dhe rifinancimit të tij. Sipas Alilajt, Ministria e Transporteve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve duhet ta zgjidhin përfundimisht këtë çështje. Na shpremtuar nga kryeministri që jo vetëm që do të trajtojmë problemin e mbi 4 milion euro që janë shpenzuar për ujësjellësin e Kukësit dhe Kuksi është pa ujë, por do të bëjmë të mundur edhe një herë që të shohim projektin, ripërpunimin e projektit dhe hapjen e fondeve për ta zgjidhur problemin e ujësjellësit të Kukës. Për 4 shtetasit, gjykata e rrethit gjyqësor Kukës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg, pasi dyshohen për konsumim të veprës penale, falsifikim të dokumentave zyrtare të kryer në bashkëpunim, duke sjellë si pasojë një dëm ekonomik shtetëror prej 4.3 milion eurosh. Të arrestuarit janë Guri Aliaj, drejtori i zbatimit të projekteve në Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë, Gazmend Muçaj, përfaqësues ligjor i studios së projektimit Mega Studio dhe supervizor i punimeve, Zeqiri Saku, inxhinier në Drejtorinë e Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë dhe Alil Beta, inxhinier po në këtë drejtori. Autoritetet kanë shpallur në kërkime edhe Ramadan Bunçin, drejtues teknik i shoqërisë Gener 2 Alpstar.